që nga momenti kur Luizi u fut në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, gjithçka ka ndryshuar rrënjësisht. Atmosfera është ndezur menjëherë dhe tensionet mes banorëve kanë arritur kulmin. Konflikti më i fortë deri tani është ai mes Luizit dhe Rogertit, i cili ka shpërthyer në debate të ashpra dhe fjalë të papranueshme që tashmë po bëhen virale në rrjet. Rogerti shpërthen ndaj Luizit. Në një përballje të fortë, Rogerti ja akuzon Luizin për mosmirënjohje dhe e sulmon rënd me fjalë fyese, duke e quajtur madje edhe majmun, ndërsa ironizon stilin e tij dhe simbolikën e zinxhirit të arit. Ai shprehet me tone të ashpra. Ti je majmun që je kthyer në njeri. Kujdes me zinxhirin e arit. Zinxhiri i arit kthehet në simbol përplasjesh. Një nga temat më të përfolura të debatit është pikërisht zinxhiri i arit, të cilin Rogerti e përdor si argument për të sulmuar imazhin e Luizit dhe ndryshimin e tij ndër vite. Përfshihet edhe tema e besimit. Situata agravon edhe më shumë kur Rogerti e kritikon Luizin edhe për besimin dhe jetën personale, duke ngritur pyetje për bamirësitë dhe veprimet e tij jashtë shtëpisë. Luizi kundërpërgjigjet me kërcënim të fortë. Luizi nuk hesht dhe i drejtohet Rogertit me një fjali që po bën xhiron e rrjetit. Ty të kam lënë për në fund. Ke për t'u penduar. Kjo deklarat ka ndezur menjëherë reagime masive dhe ka rritur edhe më shumë tensionin brenda shtëpisë. Rrjeti shpërthen, publiku ndahet në dy kampe. Pas kësaj përplasje, fansat janë ndarë në dy grupe. Team Luizi, që e mbrojnë dhe thonë se ai po sulmohet padrejtësisht. Team Rogerti, që besojnë se Rogerti po thotë të vërtetën dhe nuk po toleron provokime. Çfarë do të ndodhë më tej? Hyrja e Luizit ka sjell dramë, debat dhe përplasje të forta, dhe BBVA5 duket se sapo ka hyrë në fazën më të nxehtë të sezonit. A do të ketë përballje edhe më të madhe në ditët në vazhdim?